Mirëmbrëma, sot do flasim për një degë e cila në fakt është motori i ekonomisë shqiptare, i një ekonomie e cila po fillon të gjej veten në kapitalizëm. 35 vjet mbrapa, mezi po gjejmë veten në kapitalizëm. Në fakt kapitalistët shqiptarë që veprojnë me një mundësi perëndimore janë të rrallë në Shqipëri, sidomos në fushën e turizmit. Janë njerëz të cilët në një farë mënyrë kanë bërë ndonjë farë leku dhe pastaj thonë hajde bëjmë një hotel që të fitojmë rehat. Por pastaj del që ky hoteli nuk është aq kollaj i menaxhueshëm. Është një industri e cila kërkon profesionistët e saj. E megjithatë në Shqipëri disa ja kanë dalë. Disa janë të mëdhenj, të cilët natyrshëm mund të konkurrojnë në botë, por unë mendoj që kam këtu më të madhin e tyre. Kam këtu zotin Fatos Çernici. Fatos, mirëmbrëma, erdha. Faleminderit. Kënaqësia ime që të kam këtu. Atëhere, jeni një industri e cila ne do flasim se sa keni arritur, ku jeni në stadin aktual, perspektiva, po jam kurioz ta di si e ke nisur, më saktë unë e di, po duaj që ta di publiku si e ke nisur. Turizmi është, do ta themi këtë që në fillim që është themeli i ekonomisë shqiptare, tashmë po e kuptojmë se më parë nuk e kemi ditur, dhe po flasim për një periudhë jo më shumë se 12-13 vjeçare, në si bie, në 2012-13, ne kishim atë turizmin patriotik, i cili ishte pothuajse kur bëhen kalkulime në fund që dalë 0-0, vetëm se kishte zgjeruar sa lek, por nuk flitesh më as për turizëm as për gjë. U bë gati më shumë se 13 vjet, domethënë që turizmi shqiptar është futur në shinat e një turizmi të organizuar dhe profesional, do të thoja unë. Kjo, domethënë që fati jon, domethënë që ne na ofruan kompani të huaja europiane të cilët kanë një super eksperiencë në fushën e turizmit dhe njihnin shumë mirë ata dhe duke na bërë ne partner, ne ishim detyruar të ndiqnim linjën e tyre, sepse përveç se kishim një detyrim kontraktual që ai ishte kushtetuar një marrëveshje me kontratë me njëri tjetrin, por ishte do diskutohesh nëse ne do devijonim nga kjo lloj kontrate, atëherë do kishim shumë të vështirë që ne të kishim vazhdimsi. Por jo ne si FAF, të gjitha ato hotele që janë ende të shëndetshme, domethënë në fushën e turizmit, kanë qenë shumë strikt, shumë stoik te pjesa e kontratave që bëhen me kompanitë e huaja dhe jemi këtu ku jemi sot, domethënë që themi se nuk po them se kemi bërë hatan, por dhe duhet ta themi këtë që nuk e kemi lënë çdo gjë fati. Fati jon ishte që ata erdhën. Dhe pjesa tjetër... Shiko, fati ishte që erdhën, po edhe fati që gjetën ca që kuptonin gjuhën e tyre. Po, pa tjetër, sepse si është shpreha që... Dhe kishin për ultësinë që të mësonin. Fati asnjëherë... Kjo është, apo jo? Po, kjo është. Fafa. Fati nuk është asnjëherë i sigurt, por me punë, domethënë arrim atë, nëse ti, domethënë, pranon sfidat, pranon gjitha kushtet që ka një marrëveshje, arrihet, domethënë sigurisht që arrihet dhe ne kemi arritur në bazë të një... Me sa dhoma e fillove? Unë kam pas fillimisht me 60 apartamente të cilët nuk po më shitshin, filluam me 100 dhomat e para, Mel Holiday. Tash ti po kujton në Vlorë që të bëjnë këtë, që nga po si shitën apartamente të fillojnë. Ajo ishte momenti i parë, thash ishte. Ti ke nuhatur i parë. Ishte, por ajo që nga 2002 deri në 2016 që hapa Fafa Premium për shembull, që është një periudhë goxha e madhe, unë nuk domethënë e kisha ndarë mendjen që do bëj hotel. Edhe pse kisha oferta për ta shqitur ashtu në atë gjendje për të bërë apartamente përsëri, domethënë nga dëshira që kisha që patjetër kisha një hotel dhe Fafa Premium ishte hoteli i parë imi, por një vit më përpara Fafa Premium bëm atë që thamë që ato apartamentet i kthyem në dhoma dhe ajo filloi një vit përpara sepse ishte më e lehtë. Kurse Fafa Premium është themeli i vazhdimësisë së hoteleve Fafa, është një mënyrë krenarie, është ajo është fëmia i parë, domethënë që edhe mendoj që domethënë ka qenë, si thash, ka qenë gjithçka e vështirë, por e konsideruam veten domethënë që kishim bashkëpunëtor, partner shumë serioz, domethënë që ishte vlerë për ne që ata na besuan se ishte edhe marrëdhënie besimi. Më bëri përshtypje, ato kur erdha në maj erdha, në mos gabohem, aty, dhe jo në maj erdha. Dhe e pash plot, ti e kishe plot ndërkohë që në ca qytete tjera akoma po lyenin ato restorantët po lyenin. Ti ishe futur me ritëm të plot dhe
kishe gjitha dhomat e zona. Sa dhoma ke aktualisht? Unë kam rreth 1000 dhoma, por dhe përpunoj gati 2000 turistë. Domethënë në ditë unë përpunoj 2000 turistë. Thash që fati ime është që përveç kontratës të garancisë që kam me të White, Fafa ka bërë një farë emri dhe në prill, maj dhe në tetor si vjet, do kemi disa aktivitete ndërkombëtare, të cilët më kanë bërë mua që duke qenë, sepse nuk flitet ajo që kemi kuptuar që fillim nuk funksionojnë më hotelet me 100 doma, 120 doma, 150 duan struktura të mëdha që të funksionojnë gjatë gjithë vitit, sepse ka ardhur shkoja e faciliteteve, nuk mund të vijë njeriu se plazhi, hoteli, dhomë e gjumit janë shumë pak, domethënë për një turist. Turisti do facilitet, do të argëtohet, do të ketë pjesë argëtimi, do ku diun kiss klabe, do argëtime pafund për fëmijë, për biljard, do të gjitha lloj, do njeriu të gjej, turisti të gjej të gjitha ato që ai dëshiron brenda strukturës. Këto i ke krijuar. Patjetër, dhe nuk do ambient do unë kam sallat minuse, kam 850 metra, 1000 metra, që janë të mjaftueshme se të bësh një kampionat. Vjetë kam pas kampionatin europian të shaut, për të rritur, do të kanë ardhur nga 30 ish kampion dhe kampioni i Europës, i botës, dhe u bë duhet të jetë patjetër, do të thënë që të kishim 1000 ulse, do të thënë gati 500 tavolina, do të thënë i bie 1000 ulse që kanë marrë pjesë në një kohë që kanë zhvilluar aktivitetin. Kështu që do salla pafund. Ajo që themi gjithmonë që se kuptoj asnjëherë që gati 30% e hotelit duhet të jetë për facilitete, sepse ne bëjmë vetëm restoranin dhe komplet atë lartë. Këto gjëra do të thonë sigurisht që duan një farë eksperiencë që të kuptojnë, nuk kuptohen menjëherë, sepse të gjithë kemi tendencë të bëjmë sa më shumë dhoma, por duan edhe ambiente argëtimi pafund. Do të thonë 30% e gjithë hotelit. Këtë ma thon këta sipërmarrësit vlonjat, vinë këtu thonë, por turistët nuk kanë vende dëfrimit, nuk kanë vende ku të kalojnë kohën, sepse në fakt shumica hotelve janë kaqe, 25 dhoma, 30 dhoma, 40 dhoma, janë të rrallë përveç një grupi që ka disa hotele, po edhe ai ka të shpërndara, nuk arrin të krijojë këtë dëfrimin, ndoshta. Thash dhe njerë, pa krijuar facilitetet ne do ngelemi aty ku jemi. Nëse ne pretendojmë që të sjellim turist elitar, do të thonë që të paguajë dhe më shumë, duhet i bëjmë më shumë shërbime, më shumë facilitete. Këto janë dy, më shumë argëtime, nëse do quajmë në gjumë. Ndërkohë ti ke edhe një peshim të mbyllur, apo jo? Patjetër, këto janë nuk mund të funksionojë hoteli nëse ti nuk ke spa, me të gjitha spa, fitness, kiss klabe, janë domosdoshëm sepse janë minimale për të funksionuar një hotel, do të thonë që pa argëtim, se çfarë do bëj një turist nëse ti pretendon që ta bësh turizmin gjithvjetor. Po dhe në tetor, se fillon prishet koha, janë domosdoshme, ambientet argëtimi. Ky është spajat e Grand Blue Fafa, ka funksionuar mirë, e pëlqejnë njerëzit. Për herë, kjo ka qenë domethënë si aseti që më ka bërë mua që hoteli të punoj, sepse vinë, domethënë dhe pëlqejnë pishinën. Po vinë edhe në kohë kur ndoshta koha nuk është e mirë, edhe ka funksionuar mirë. Personel, sa punëson, sa njerëz punëson, mbaj mend që kishe një vështirësi të madhe për personelin. Ende domethënë çdo vit, atë po vret që çdo vit në punësimi i njerëzve është shumë problematik, sepse ne duke qenë biznes sezonal kemi edhe të pamundur, sepse nëse kemi 600 persona, 700 persona gjatë sezonit, në gjatë kohës së jashtë sezonit, domethënë unë mbaj 250 persona që i mbaj edhe pse s'kam punë, por do t'i mbaj sepse t'i kem si bërtham për vitin tjetër, kurse 300-400 tjerë i marrë çdo vit dhe është shumë më vështirë për rekrutimin. Çdo vit domethënë vinë duke u vështirësuar sepse vinë fëmijë, domethënë nxënësa shkollat që sa kanë mbaruar shkollën e mesme ose janë student, por janë të patrejnuar. Po bëhet një, domethënë sepse këta një duke qenë të patrejnuar është merita dhe vlera e të gjithë sipërmarrësve të hotelerisë që i trajnojnë këta njerëz. Vinë me zero trajnim, me zero eksperiencë pune dhe trajnohen aty. Edhe tani pretendohet që nuk u aplikua si vjet, por vitin tjetër domethënë nuk do pagojnë as sigurime shoqërore shëndetësore, do jenë vetëm 1000 lekë. Domethënë është një vendim qeverie, domethënë që
Këta lloj punojësish, domethënë do të s'kam pse të paguajnë sepse këta trajnohen, do të paguhemi ne për këta sepse i trajnojmë, domethënë për herë të parë. Të paktën 1 vit ose 2 vjet, domethënë që punojnë për herë të parë në këto hotelet tona. Kjo më ka bërë përshtypje, thotos mungesa e trajnimit nëpër lokalet shqiptare ku shkon. Unë kam mbaruar për tregti, ekonomisë për tregti dhe na thuaj aty që çdo gjysmore banakieri ose kamarieri duhet futet mbrapa të shikojë se mos kanë ndonjë qime, mos kanë ndonjë gjë në fytyrë të kruhet nëse do të kruhet, po mos kruhet në sy të klientit, këtu dhe pastaj kap filxhanin me duar dhe vendos në kjo po kap një aspekt shumë të thjeshtë, domethënë ajo mungesa e higjienës në personelin ton që e bën turizmin pak më të vështirë. Ndërkohë që të ty kanë bërë në re edhe një staf profesional, po kanë bërë edhe drejtuesët, menaxherët, domethënë e ke kaluar atë stadin ku pronari i bën të gjitha i rritë koka, por ke caktuar menaxher të mirë, sa kam re. Absolutisht, domethënë sepse kjo punë transferohet, se s'mund të mbash ti përgjegjësi, domethënë ti bësh gjitha punët vet. Është ajo shpreha e famshme që ti mund të delegosh punë, po jo përgjegjësi, përgjegjësia është e imja, po punë ti kemi deleguar dhe për fatin tim të mirë, domethënë unë kam me 10 punojës të cilët ka fituar një eksperiencë 5-6 vjeçare, 10 vjeçare duke punuar me ne, që ata janë baza më shëndetshme e Fafa Group, domethënë, por është problemi, thashë, hasim jashtë sezonit turistik, domethënë në sezonin turistik që rritet numri i personelit dhe ne jemi detyruar marrim të huaj, marrim nxënësa shkollës, siç të thash, edhe kemi shumë të vështirë domethënë për pjesën shtesë, thash, nëse kemi 250 gjatë gjithë vitit, që këta janë ata që janë domosdoshmë profesionistë, dhe këta janë trajnuesit e grupit tjetër, domethënë që janë më të janë bërthama e Fafës. Edhe shqyqy që i kam, thash, ndihemi përkdhelur, domethënë që janë të më mirë kuptojnë, dinë të mbajnë përgjegjësi, sepse kjo është punë. E shohin si familje, domethënë, nuk e shohin si punë. Patjetër, punojësit na e bërë si ata janë pjesë e familjes madhe, kemi familjen e vogël, familje e madhe jam ata, unë nuk i konsideroj punojësit. Imagjino nëse Dasma merr pjesë në ditë. Jo, po, unë nuk i konsideroj ata si që unë mund bëj pagesën edhe jemi këto marrëdhënie. Jemi marrëdhënie çdo lloj problemi që kanë ata është dhe problemi im. Edhe kështu ka funksionuar dhe kështu do funksionoj sa të jem unë, patën, sepse një njeri që më jep kontribute për kompaninë time patjetër, përveç pagës që e ka djersën e vet, domethënë do dhe një farë ngrohtësie, sepse njerëz kemi probleme, kemi halle. Edhe mendoj që konsiderojmë tamam si një familje e madhe aty. Kam marrë dikur, kam pasur pjesë të panelit vajzën tuaj. Mendoj që edhe ajo ka qenë një menaxhere e zonja. Vazhdon të ndihmon? Absolutisht, domethënë ajo është CEO e kompanisë, domethënë ajo i ndjek. Unë jam te pjesa e ndërtimit, te pjesa e mëdha, te pjesa e shërbimeve, pothuajse 100%. Ti ke filluar tani si padrino, jo padrino, jemi të gjithë bashkë, kupton? Edhe ajo është gjëja që të gjithë domethënë drejtimi asaj që drejtimin, domethënë ne të gjithë si familje kemi një drejtim shikimi, domethënë drejt bërjes së asaj gjës së dur. Ajo drejton kompaninë, është me eksperiencë tashmë, se po bën mbi 10 vjet, domethënë që e drejton kompaninë, i di të gjitha hallkat, gjitha pikat e shëndetshme dhe pikat e dobta të kompanisë. Mundohemi të përmirësohemi, kjo është ideja, që çdo vit mundohemi të përmirësohemi, sepse nëse pretendojmë që të paguhemi më shumë, duhet të bëjmë shërbime më të mëdha. Ndryshe pastaj bie që të zvogëlohemi, shërbimet janë ato që na mbajnë, domethënë të karikuar dhe na mbajnë si konkurrent, domethënë me gjithë kompanitë, me gjithë bashkëpunëtorët, sepse është shumë e vështirë që ne të rrisim çmimet e tyre. Edhe pse kemi shumë të drejtë, domethënë, por ne dihet botërisht puna jonë, domethënë gati 25% ne humbasim vetëm nga euro. Por ata nuk të mirë kupton sepse një europian paguhet me euro, çdo gjë ka me euro, ne kemi me lekun, por na ka mirë kuptuar dhe prandaj them që i kemi ofruar shërbime ekstra që edhe ata ta mirë kuptojnë që të rrisin pak çmime dhe të jemi në ekuilibër me njëri tjetrin. Në fakt, titulli i emisionit është njeriu që mundi Turqinë në golem. Sepse kjo all inclusive që keti pak a shumë ka qenë paketa turke, ajo është edhe sot e kësaj dite. Ndërkohë e ke futur këtë lloj shërbimi dhe ajo që më bën përshtypje është që ti ke jo vetëm këtë, po ke edhe shërbimin tjetër. Për shembull, njëri do të vinë në hotel, nuk do të
nuk do të jetë all inclusive, do të haj në restorantin ku është à la carte, ku keni ju mund ta, do me thënë e ke bërë dhe për shqiptarët, po kjo mua më duket revolucionare kjo all inclusive që ke bërë. Funksionon kjo, të ndihmoj, funksionoj? Unë kam qenë një klient, domethënë, si kemi lëvizur të gjithë Maltëzi, në Greqi, në Turqi shumë kohë, domethënë dhe a di sa do të them një gjë, më fal që të ndërpres. Unë kam qenë 2 herë në Turqi, herën e dytë thash mos ma pafshin më bojnë. Ushqimi që ne mendojmë që aty është me bollëk, aty për shembull sot ti ke byftek. Si eci byfteku e merr e grinë e bën mish e bën qofte, si eci qoften ta bën kima dhe e ke nesër pas nesër makarona. Ndërkohë aty më ka bërë përshtypje ushqimi freskët, që domethënë nuk është ky zinxhir përpunimi që e kam gërnë ca karkalezave të saj që të keqen e sapunit kur isha në Turqi në fund. Shion, ushqimi është në të gjithë botën është delikat, nuk është se shohor për fatin tonë të mirë, domethënë guzhonierët shqiptarë, sepse unë gati 80% kam guzhonierë shqiptarë, marr dhe nga ata turqit që të thua ti, dhe vetë ata thonë që se çka ka një lloj shije tjetër ushqimi në Shqipëri, domethënë ka një lloj, ku di unë, domethënë edhe pëlqejnë ata vetë, domethënë shpreh që ata në fundit vinë nga një lloj industrie që si edhe nga një kuzhinë shumë e mirë, kuzhina turke shumë e mirë. Dhe thonë që vetë ushqimet kanë një lloj shije, nuk po të them se